15 gushti festa e Shënmërisë është kremtuar edhe këtë vit në manastirin e Zvërnecit, i cili mban të njëjtin emër. Besimtarë ortodoks nga i gjithë vendi, por edhe pushues dhe qytetarë të shumtë janë mbledhur në manastirin e Zvërnecit për të festuar një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit të krishterë, fjetjen e Shënmërisë. Besimtarët kanë ndezur qirin dhe janë lutur për paqe, shëndet dhe mbarësi. Manastiri i Zvërnecit, një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në jug të vendit, është kthyer edhe këtë vit në një vend pelegrinazhi. Atë Jani Tereziu shpjegon se 15 gushti është një nga festat më të rëndësishme të kalendarit të krishterë. Në këtë ditë mbahen mesha, ndërsa festa njihet ndryshe edhe si Pashka e vogël ose Pashka e verës. Faleminderit që erdhët dhe më datë mundësinë që të transmetojmë urimet e përzemërta për të gjithë besimtarët dhe jo besimtarët ortodoks në qytetin tonë, në Shqipëri dhe në gjithë botën. Lavdi Perëndisë dhe si vjetë na dha mundësia Perëndia të festojmë së bashku, siç i themi në gjuhën tonë popullore, Pashkën e vogël ose Pashkën e verës. Dhe pse themi Pashkë? Sepse dim që fjala Pashkë në kuptimin e vet është kalim. Kalimin e popullit izraelit nga robëria në liri, kalimin nga jeta e përkohshme mbi tokë në qielloren, ashtu siç bëri dhe në Pashkën e Madhe Zoti Jezusi Krisht që vdiq, u varros dhe u ngjall të tretën ditë dhe sot festojmë ndërimin e jetës të Shënmërisë, por ngjitjen me njëherë kalimin e saj nga kjo botë në qiell pranë birit të saj dhe Perëndisë tonë me gjithë trup. Besimtarë, por edhe qytetarë të shumtë kanë ndezur qirin dhe janë falur pranë manastirit të Zvërnecit, duke uruar njëri tjetrin për gëzim, shëndet dhe mbarësi, por edhe duke treguar rëndësinë që kjo ditë e veçantë ka për ta. Ne vim çdo vit këtu jam. Kam pasur përmirësime, jemi të kënaqur. Falemi siç falemi, se unë kam 30 vjet në Greqi me gjithë burr. Vajta në kirsh, u fala, vajta hyrat e papai. Më kanë ndihmuar se qeshë smur nga goja, më kanë ndihmuar bereqaves. Jo vetëm për vete, por e për të gjithë njerëzit e ndes, që të jenë të gjithë njësoj dhe Zoti t'u japi një shëndet të gjithë, të jenë të lumtur, të kenë shëndet, këtë kërkoj. Festet duke mbajtur kresh në 15 ditë, vim në 15 gusht, ndezim një qirin në Panagjia te Shënmërisë. Shënmëria është një i të gjithëve, një e të gjithëve, si është Zoti për të gjithë. Ne jemi këtu të vendit. Edhe që mbrëm vim në shumë njerëz dhe festojnë. 15 gushti, një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit të krishterë, është kremtuar në manastirin e Zvërnecit në një atmosferë lutjesh dhe besimi. Pjesë e kësaj feste kanë qenë jo vetëm besimtarët ortodoks, por edhe pushues e qytetarë të shumtë që kanë vizituar manastirin gjatë kësaj dite.